Nëse ka thënë ambasada, unë po i drejtojmë drejtorit të SPAK-ut. Arrestoj sa më parë, se për ndryshe hekura do të viren ty. Do vuaj familja jote, do vi të shojë në Amerikë, të sjellë do një shqip dhe një paket cigare. Nuk të bësh burgun këtu, sepse ke marrë parat e Amerikës. Ju jini 22 veta, të 22, dosjet i keni gati, arrestimet, për çfarë arsye nuk i po i pengoni? Cila është arsyeja juaj? Ju nuk jeni të trembur, se familja tuaj paguajnë, u ruajnë, u bejnë, e telefoni është i inqizuar, dhe kur flinin ëndër, ne e dim ç'a bëni. Pra, bëni punën, kur i merr Amerikës $100, do t'japsh llogari për të jetën tënde. Pra, mbaroj arrestimet, kryetari i SPAK-ut, byroja ti ka bërë gati, përfundoi këtë javë, mbaroj arrestimet për një ditë, arresto të gjithë. Të gjithë janë për të arrestuar, pra të shpëtoj ky komp, të shpëtoj shqiptarët që janë bërë flasën me vete në rrugët e Tiranës.